Përshëndetje, dua t'ju paraqes rastin e suksesshëm të trajtimit të një pacienti 66 vjeç me një tumor rreth 2 cm. Pas u gjykua nga stafet e specialistëve që ky pacient të trajtohet me metodën cryoablation, aplikuam këtë metodë duke vendosur 2 elektroda në brendësitë të tumorit dhe duke shkatruar plotësisht tumorin dhe rreth 1 cm mbi zonën tumorale për të qenë sigurt për suksesin e kësaj procedure. Në skaneret e realizuar 3 muaj dhe pas 6 muajsh u pa zvoglim progresiv i këtij tumori dhe në skanerin e realizuar 1 vit pas trajtimit u pa që tumori nuk ekzistonte fare, por ishte thjesht një zonë fibrotike në zonën e tumorit të trajtuar. Ndërkohë që në PET-CT të realizuar një vit pas trajtimit nuk kishte as aktivitet metabolik dhe as qelizor në zonën e tumorit. Jemi plotësisht të kënaqur me rezultatin e trajtimit të këtij pacienti. Ju falenderoj.